Tenderat e bashkisë përfundojnë tek persona në hetim nga SPAK, që prej momentit kur Armand Subashi mori drejtimin e bashkisë Fier, menaxhimi i buxhetit lokal është shoqëruar me dyshime të forta për favorizime dhe lidhje me individ të botës së krimit. Në qendër të këtyre dyshimeve qëndron Renato Sali Çami, një emër i njohur në Fier. Ai rezulton në hetim nga SPAK në kuadër të dosjes nr. 752. Pavarësisht kësaj, kompania lidhur me të vijon të jetë përfituese rregullt e fondeve. Së fundmi, Bashkia Fier ka organizuar tenderin me objekt loti i parë, blerje gazoil deri në 10 ppm. Blerja financohet nga buxheti i bashkisë dhe fondi limit është afro 1.3 miliard lekë për fshirë të VSH. Tenderi ishte planifikuar të mbahej fillimisht më 16 janar 2026, por bashkia anuloi me njoftimin se nuk kishin paraqitur oferta të përshtatshme. Më 26 mars 2026 u bëri shpallja e procedurës me njoftim fituesi, ku fitohej të nënshkruante kontratën kompania AGI 1 SPK me pronar Renato Çamin. Sipas dokumenteve, operatori ekonomik AGA1 SPK ka bërë ofertë me vlerë totale 1.1 milion lekë të reja pa të VSH. Nëse shtojmë të VSH, vlera kontratës shkon afër 1.3 miliard lekë. Marzhi i fitimit në vlerë absolute është 20.5 lekë për litër pa të VSH. Praktikisht tenderi nuk ka sjellë asnjë përfitim ekonomik sepse oferta fituese është thuajse barabartë me fondin limit. Një ditë më vonë, AGA1 është shpallur fituesi edhe për tenderin loti 2 blerje i benzinën pa plumb të bashkisë Fier. Fondi limit për këtë furnizim është afër 22 milion lekë pa të VSH. Furnizimi me naftë i bashkisë është i prenotuar në vite nga Renato Çami. Në shkurt 2025, AGA1 ka marrë tenderin me fondi limit mbi 1 miliard lekë me objekt loti i parë, blerje gazoil deri në 10 ppm. Sipas dokumenteve, financimi sigurohet nga buxheti i bashkisë Fier për administratën e bashkisë, për drejtorinë e shërbimit të MSZ Fier, ndërmarrjes së pastrimit Fier, ndërmarrjes së shërbimeve publike Fier, ndërmarrjes së ujitjes dhe kullimit Fier, ndërmarrjes së gjelbërimit dhe mirëmbajtjes së varrezave publike Fier. Ky tender u njoftua më 13 dhjetor 2024 dhe mori pjesë vetëm kompania AGA1 me pronator Renato Sali. Po kush guxon të shkojë në një tender që është paracaktuar për këtë personazh? Më 13 janar 2025 është mbyllur formalisht tenderi, ndërsa në 5 shkurt 2025 u shpall fituesi në Agjencinë e Prokurimit Publik. Duke qenë garantuar se nuk hyn njeri në këtë tender, AGA1 ka bërë ofertën gati 100% e fondit limit. Tenderi është shënuar automatikisht me flamur të kuq që është shenja riskut të korrupsionit. Open Data Albania klasifikon tenderin me mungesë konkurrence. Edhe tenderi tjetër për karburant është ekzekutuar me shpejtësi nga Komisioni Subashi një ditë më pas. Furnizimi me benzinë vitin e kaluar e kishte fondi limit afër 26 milion lekë. Prokurimi u njoftua më 13 dhjetor 2024 nga Agjencia e Prokurimeve dhe sërish mori pjesë vetëm AGA1. Bashkëpunimi i kryebashkiakut të Fierit Armando Subashi me Renato Çamin është i qëndrueshëm në vite dhe pavarësisht denonimeve publike, është shtuar fondi që i kalohet këtij subjekti. Kështu në datë 1 shkurt 2023, Renato Sali u pagua me 870 milion lekë për prokurimin e gazoilit për mjetet e bashkisë. Nga dokumentet del se tenderi ka qenë i hartuar posaçërisht për këtë firmë. AGA1 ka qenë e vetmja që ka paraqitur ofertë dhe në mungesë të konkurrencës, Subashi ka shpallur fitues. Për më tepër shohim se vlera ofertës është e njëjtë me fondi limit, çka shton edhe më shumë dyshimet se kemi të bëjmë me fitues të paracaktuar. Por, më i rëndë është fakti se Subashi lidh kontrata me një person që është nën hetim nga SPAK, i përfshirë në akte kriminale. AGA1 SPK ka si pronar Artan Jaupajn dhe Renato Sali. Sipas të dhënave të nxjerra nga QKB, kompania AGA1 është themeluar në vitin 2005 nga Artan Jaupaj, ndërsa në 15 maj 2014 shfaqet Renato Sali, i cili blen gjysmën e aksioneve Jaupajt për 26 milion lekë të vjetra. Që nga i vit, firma filloi të bëjë pjesë aferave me bashki për më së shumti me institucionet në Fier. Renato Sali, njohur edhe si Renato Çami apo Renato Saliu, njihet si nyja e krimit në Fier. Ai është akuzuar së bashku me Gramoz Yzeiri në vitin 1998 se kanë vrarë shtetasin Xheladin Qelia. Për këtë ngjarje është dënuar Gramoz Yzeiri, i cili është ekstraduar nga SBA në vitin 2009, ndërsa Sali nuk dihet se si i ka shpëtuar drejtësisë. Më vonë në vitin 2017 për Renato Çamin dolën informacione se kishte marrë peng një 19 vjeçar, ngjarje e cila u fsheh nga policia. Po në atë vit, disa muaj më vonë, policia doli në një deklaratë duke konfirmuar pengmarrjen dhe referimin e çështjes në prokurori, por çështja u mbyll më pas nga prokuroria në Fier pa dhënë asnjë detaj më shumë. Në shtator të vitit 2024, pasi u bë publik lajmi se Renato Sali është në hetim nga SPAK në një dosje voluminoze, një fakt të tillë ka konfirmuar drejtuesi i SPAK Altin Dumani, i cili gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët theksoi se Renato Sali po hetohet në një procedim penal të ndarë me dosjen e personave që janë dërguar në gjykim. Veçemrit të Renato Sali në hetim janë Viron Tavanxhiu dhe një shtetas me emrin Tarion nga qyteti i Fierit, që rezulton të jetë nipi i Renato Saliut. Të gjithë këto personazhe janë përmendur nga dëshmia bashkëpunëtorit të SPAK Skjerdi Tasi.
Sipas tij janë paguar para dhe apartamente në këmbim të vrasive me armë të Akil Boriçit dhe Ilir Boriçit. Ngjarja ndodhur në prill 2018. Njëherësh emri Renato Sali është përmendur edhe nga dëshmia e Agim Boriçit, i cili ka dyshuar se në sulmi me armë në lokalin e tij në Fier e kishte organizuar dhe financuar Renato Sali. Gjithashtu edhe Nuredin Dumani, bashkëpunëtor i SPAK, gjatë një ballafaqimi në mars 2023 mes tij dhe Henrik Hoxha, përmend Renato Çamin si person që kërkonte jo vetëm eliminimin e Dokles, por edhe miku të tij Arbeni Sufaj, ose i quajtur ndryshe Bej Qimja. Kam diçka për të shtuar që se kam thënë më përpara. Doja të flisja për një çështje që nuk është diskutuar fare më parë. Teksa flisja një ditë me Henrik Hoxhaj, më ka dërguar një aplikacion Matrix Fotografi me screenshot të bisedave që Henrik Hoxhaj fliste me një person që quhet Renato Çami, i cili interesohej në lidhje me vrasjen e Bej Qimjes dhe Endrit Dokles. Personi jepte 1.200.000 euro për vrasjen e këtyre dy personave, ka treguar i penduari Nuredin Dumani. Nga ana tjetër edhe kryebashkiaku Subashi nuk është i panjohur për SPAK-un. Emri i tij doli gjatë hetimit të procedurave të ndërtimit të inceneratorit të Fierit, po ashtu ka disa kallëzime për Subashi nga opozita për shpërdorim detyre.